Do bashkia të krijohet vetëm një fjalë, të lutem, Denis. Një territor homogen, Të gjitha këto bashki që po kërkojnë të bashkojnë tashmë, kanë qenë produkti i vitit 2014 me kalkulim elektoral. Prandaj po i heqin po vetë, se kanë stabilizuar ca gjëra atje dhe tashmë nuk i duhen më. Tashmë do duhet i bashkojnë. Se nuk ka kuptim më, nuk ka kuptim përmet këlqyr. Pse do të ishin dy të ndara? Është e pakuptueshme. Okej, u ndan atëherë. Aso kohë ka qenë kalkulim elektoral. U ndan për efekt elektoral, tani do bashkojnë prapë. Tani do bashkojnë në normalitet. Po mirë. Është kuptuar gabim të një gjëje që është bërë. Po, shikoj Përmeti si bashki janë fiks hartë e rrethave. Përmeti si bashki sot. Gjithë hartë e rrethave siç ka qenë për vitin 2000. Përmeti ashtu ishin. Përparim një sekond. Përmeti, shikoj në nivelin ekonomik të pjesës së zhvillimit, Përmeti sot nuk mund të quhet një bashki që menaxhohet shumë keq, financiarisht e potencialisht. Përmeti mund ta marrë këlqyrën shumë mirë, më vëlla. Çfarë lidhje ka? Duhet kishte qenë po them, vëlla. Unë po them pse ndan. Shikoj. Tu do të ishte. Ore tjetër gjë që mund të kemi politika sociale strategjike më të mira. Jo, po thot pse u ndanë në 2014. Ore do të ishin bashkë që është në 2014. Pse janë ndarë? Po sa është atëherë kanë qenë. Po. Shiko, kohë të tjera, një sekond. Atëherë kanë qenë kohë të tjera. Ecuri të tjera ndërkohë sot. Do të dish që teknologjia ka bërë vetën, Denis. Dhe sot shumë gjëra, shumë shërbime nuk ke nevojë më të bredhësh në një bashki apo tjetër e tjetër. Ja ta sqaroj pak me zotin Elezi. Zoti Elezi, edhe këshilli bashkiak ta sqaroj pak një sekond. Shiko. A e dini ju se në 2015 në qarku i Gjirokastrës 7 bashki. 70.000 banor, 7.000 bashki. 7 bashki. Shumë mire kemi quajtur ne. Shishte? Qarku pra që ka dhe Përmetin brënda. Libohova ka 7 bashki. Në 2023, Instati raporton qarku i Gjirokastrës 42.000 banor. 7 bashki. Unë po e quaj prapë shumë mirë. A ka mundësi të themi që nëse e marim këtë qarkë... Demografike... Pra mirë, e kanë dimuar reforma, e kanë dimuar, por avokat, a mundem që këtë barazi territoriale, këtë balancim të pushtetit me teritorin, me njerëzit, a mundemi si pas teje ta bëjmë edhe në Veri, edhe në Shqipëri të mesme, edhe në Elbasan, edhe në Korçë. Të ruajmë këtë lloj raporti. Ta mbaroj pra mu përgjigj drejt, a mund ta ruajmë këtë raport? Po apo jo? Jepi. Të përgjigjem. Diskutove shifra. Po. Më fal, lutem se me që mu drejtua. Po, vazhdo. Agron. Duhet të dishni diçka. Kjo reformë territoriale po bëhet duke ditur sepse ne kemi një vakum për sa i përket popullsisë në zona të caktuara dhe pa mjaftueshmëri të fortë dhe të plotë sociale të atyre bashkive, siç është Memaliaj, që nuk e menaxhon dot më pjesën e vet financiare dhe nuk mban dot veten si bashki, se komuniteti do patjetër shërbime e tjera. Ishim te kriteri ishim ne, numri bashkisë për njësitë popullsisë dhe territor, si Gjirokastra, ta bëjmë në Veri, ta bëjmë Kukës në Shkodër, po apo jo? Duke bashkuar dy bashki me pa mjaftueshmëri sociale, do bëjmë një bashki me dy fish pa mjaftueshmëri sociale. Jo, por këtë do ta përthithi ajo bashki e cila është potencialisht më mirë dhe ka menaxhim më mirë. Normal, se unë nuk po them Tepelena të shkojnë me Malia dhe Përmeti të shkojnë në kulturë, se ka dhe disa kritere tjera se si bashkohen ato. Problemi është që të shikosh varfërinë sot me Maliaj, është ulur këmbkryq. Po pse është e varfër me Maliaj? Kur e bashkuam me Maliaj me 10 njësi administrative, thamë që do ta shëndoshim, do ta bëjnë pasur. Një llogari për këtejhe. Të them një diçka. Atëherë, ne kemi një problem të jashtëzakonshëm. Faktëm kërkon mu. Jo, ti nuk kërkoj llogari. Ne kemi një problem me kapacitetet. Nuk më përgjigje pyet. Nuk më përgjigje. Kemi dakord, i kemi, si thu ti është, po nuk i ke kapacitetet, sepse ti sot. Po si kemi, pra po a mu përgjigje pyetje. Shërbimet konkrete që jepen të cunguara dhe njëre si avokat i njofim të problematikës shumë mirë. Ke drejt. Okej, atër, zotë Elezi, një pyetje teknike. Në rastet e bashkimeve të lutem Agron, sepse besoj edhe publiku ka nevojë të kuptoj. Në rastet e bashkive, avokat, mos ta kalojmë tani.
Në rastet e bashkive të... Ta sqaroje 2 minuta. Po pra, po jo, të lutem, se nuk do vazhdoj me diçka që e ka në mendje Agroni, por ndërkohë ka një pyetje më të rëndësishme